Tram elektrik, jo së bash tram elektrik, jo anek. Edhe jonë më ofër në ashtu se bregu dilë që më në. Po janë të harrume. Mane, problemi o që ato janë harru shumë, këto tjera tona që në mbajt heq, na këna mirë një valë.
vend. Tash unë jam shku me lagje, kum hin lagje dhe ju kum tregu. Unë shku në Dardani, kum thonë, qëre, si të ndërtesa, qysh dokën, nuk janë të mira, pra të jenë nëpër lagje, ishe të ndërtesat të planuna keq, ju ka hup ngjyra, ju ka hup shkëlqime. Normal, ju ka prish fasadime. Ju hinë nëpër kurrez domon, jo këtë pjesën që e kanë lyp, që kanë bërë, po këtë pjesën ku kena dalë na, ku janë lokalet, ku janë lokalet ende, ajo pjesa që është si më thonë qendër, se qendër e hapur, që mall i hapur. Për shembull ajo është jashtëzakonisht keq, atë një ka aroma të që është nalt, është pikuj, atë pllaka, atë domon të hap një van ndjenje. Aty e kena një për restorane më të vjetra të qytetit. Çashtu, domon edhe ty të vjet situatat e ki Dardanin pa mbajtur, e ki hapësirat e gjelbërta pa mbajtura, nuk ka Olon çysh apo? E tash kallzom. Prej Dardanis, Ulpianës, Bregu Dillit, çto që janë lagje kryesore. Çka bën urani për lagjet kryesore? Se kom pa diçka ose kom ni diçka për parkime. Po për shembull po i për retrofit. Mas pari çato lagje do të retrofiti ku të ndodh. Pra mas pari ruhet si më thonë energjia në kuptimin njerëzve ullet fatura rrymës. Okej. Kanë një ambient më të mirë, zëri, gjitha domthon janë më të izoluar. Po në anën tjetër e krijojnë pra përpos kualitetit të jetës mbrana, çka bëhet është edhe ndodh edhe estetika. Sepse për mua qyteti do të më kompakt me pasë pjesën estetike. Ka funksionalitetin një, estetika dy, çto ja japin qytetit, si më thonë çat vibe-in e vet. Kështu që çato këtë lagjet e Dardanis, këtë lagjen e Ulpianës, pjesën e madhe të Bregu Diellit ku ka nevojë, kemë me pas një retrofit, pra do të izolohen, do të ketë termoizolim, do të ketë pra çaj pjesa fasadim që i thojnë malet këta gjithë, edhe në anën tjetër pra çaj është në estetikën, por është edhe kualitetin e jetës mbrana. Kjo është një. E dyta, çka po du me bëj është që shumë në këto vende, për shembull Bregu Diellit kudo që kum luajtur në basket, sot një njeri s'u çet komën për kjerrë. Keq ato hapësirat e mëdha janë mbushura me kjerrë. Për shembull mund kujtohet në Dardani është ajo bashkia e tretë lokale Dardani tu shkute termokurse në majt. Po, është janë parkingje hapësirat e janë kjerrë. Kështu i vrit kur gjej Bregu Diellit në Rismal Qemal te biotikusi që i thojnë në kejt është hapësir, kejt e mosh, të mosh me vetura. është parking për banor. Parking për banor, po ta shaj parking për banor, qëra ato si vene, jonë kom pak, për më konë edhe gjysëm shfryzueshme për... Po normal, që me lujt edhe më shfryzu. Na kena pasni, ka pasni, janë konë do hapësira vogla ku ke mujti me lujt, po ta shka nuk është më konë. Jo, so kur e sundel, së në qëtë dy golla, së në qëtë kur gjë. E që së në qëtë, asë në lungur vështë. A përde një bicikl së më është migrasë aty. Së më është migrasë bicikl. Të pjesa ku është e parkingot kënej. Po së më është qëto hapësira që konë për para që ti ke dalë me bicikl, ti nuk më është me dalë një fëmijë me bicikl, se aty mas parin parkum dhe konë non-stop vetura. Kështu që për qëtë arsye, unë që aku me bo është me intervenu me parkingje nën toksore. Qëto hapësira ketë nalë që janë, mi liru, sepse nuk mund të thonë njerëzve largoni tjerët që një dika. Po dhe se ata kanë banesën, ata s'mund, ose si më në qendër të nave na thonë jo s'moni tash me i mo këtu në qendër. Çfarë dush me bëhet, dush me intervenu me parkingjen toksore, dhe kur intervenoj me parkingjen toksore e ki mundësi nalt me kriju çat komunicion me me lon hapësirë të mëdha për shfrytëzimin e banorëve, njerëzve me dal, kështu me radhë. A janë planifikuar me zonat ku ka mund ndërtu këto parkime? I kem disa planifikime fillestare. I kemi disa planifikime fillestare dhe dojna me fillu me to. Që po pas mundësia dikon tjetër, do të fillon me pas kërkesa dikon tjetër. Atë nuk mundesh me thonë kur që janë shumë statike politika publike. Për shembull njerëz thonë atë ndërton qerrë, po ti ndërton qerrë, po qyteti sot u rrit, kanë me të kërku alo. S'mund të më thonë do të ndërtoj 10 qerrë. Edhe u kry. Po ty tu kam shtu edhe 3 lagje të mëdha. A vjen, tu ka ndërtu, çfarë di më thonë, në Kalabri po ndërtohet. Tash sa kanë me pas nevojë për një lagje, po mund të më thonë 10. Jes më i mashëm. Po nuk mundesh ti me qenë ashtu, dush me qenë dinamik, me kërkesat e qytetarëve, me lëviz. Kështu që po fillimisht i kemi si më thonë lokacionet. Mirë po, çka do të bëjmë është që do ta shohim me çfarë dinamizmi mund me tentu me rrit që me qenë një politikë
e zgjeruar për këtë qytetin me pas parkingjen më luksore që më leju banorëve, por në anën tjetër pak më morë çat hapësira, edhe më kon që hapësirë. Mani që nuk ka hiç ose është o bo shumë pak, ka shumë pak investim në dy sfera. Një, nuk ka qendra komunitare. Në qendra komunitare që, për shembull, nuk e ke si më thon, në plot lagje, nuk ke një qendër e cila ofron shërbime për, çfarë më thon, për të vjetrit, për trinj, për gratë, të cilët mund të marrë hapësira të përbashkëta për të rinj që dojnë me shfrytzu, po që nuk kanë zyre, po dojnë me shfrytzu një vend, domthoni si co-working space, domthoni çdo qendra komunitare që lidhen manej edhe me shërbimet e komunës. Për shembull, për të më shumë mund të dhon shërbime, vinë, mbledhen, i kanë dhoma të veta, mund me kalu kohë, gratë me bo për shembull ka nevojë trajnime për ndërmarrësi, për jep komuna do grante, për jep diçka. Pra domethënë po me qenë te lagja. S'mund është i keq njerëz me tjerë, hajde salt kuçën bërë Ramës. Nuk mund është i keq njerëz me tjerë çfarë, dush me u kriju do hapësira që kanë njerëz nëpër mahalla, të cilat e shtojnë jetën komunitare me ana. Po ashtu çka nuk kanë lagjet, nuk kanë infrastrukturë të mirë sportive, pra nuk kanë infrastrukturë të mirë sportive, dhe në për disa vende do të intervenojnë shumë me infrastrukturë, dikon edhe ndërtim të disa bazenave gjysmë olimpik. Mënyrën që me pas hapësirë, pra mundru që kjo vajbi, si me tonë, gjallëria e lagjës. Pra ti kur e ki lagjen pastër, kur nuk i qenë ndarëzat, kur ki gjelbrim të shtumë, pra du të me bo një program gjelbrimit masiv, pra rrët 100.000 drujnë përdojna me i vjell, 25.000 drujnë në vit, kur ki hapësira gjelbrat shtume, kur ki parqe, këndet lodra, pra fillon me pas infrastrukturë të ndryshme që ti e kini qendër komunitare, tu ka shtu infrastruktura sportive, pra fillon lagja me frymu si lagje. Edhe fillon, si me tonë ti, me i pas shumicën e shërbimeve që mund është me pas i merë në lagje, pra e kini kohë rekreative, mund është me bo në lagje tane. Adin, nuk i nevoj me dalë me dhonë për luj basket, për shkejt e kushat në gërmi. Nuk do të pa tjetër me shku në gërmi. Po dhe, sepse njerës fillojnë me kriju, fillojnë me, ka shumë banorë, tje për shumë banorë. Edhe kur ju ofron ti hapësira, nevojshme, do më njerës kime po që, adin, që toj një fjallë ndush me ndërtu për njerës me përdojnë. Pra nuk mund është ti me prit njerës me përdojnë, me blet topat, me blet dresat me najtë. A vëdim, po ti du të me ndërtu. Guma ti kom bleve që pishina vë shko mëso, a vëdim kështu në fush, dikon edhe të nashtë këtë. Kështu që adin, pra qëllimi jam është kur të kemë si intervenim në lagje, pra me rritë që të kualitet jetës. Lagja neve në kamet, o ndërtu Dardania Olpiana Bregu Dillit, nuk ka lëviz me ku. Adin, nuk mund është me thonë që ka ma ati investime moderne. Adin, që ti shenë për plot lagjën kur u të jash, e ka një gym, open gym, e ka një bazen, e ka një hapësirë kulturore, e ka një qendër komunitare, ku mbledhen njerëz, e shenë qatë qendër komunitare, për shembull i shenë shumë do një billboard që thonë një atu mbledh për këto, një atu mbledh për këto, ka non-stop informacione. Ka aktivitete, ka informacione, se mbledhen trit, bojnë diçka, i kanë hapësira, shkojnë rezervojnë venin, domthon ti e shen njerëz, atin mbledhen, s'me thonë, grad dikush vendos me thonë, adin qëre, hajde mbledhemi, e kemi një temë, komuna pjerë do të trajnime, hajde mbledhemi një bashk, aplikojmë, pra ti fillën. Sidomos, adin kja bjen edhe në atë kohë në pensionit, adin se pesha edhe prej nanës, prej në pension, ata duhen me bo aktivitete. Një qendër komunitare ja u jep edhe mundësinë edhe të më shumëve, edhe njerëzve të cilët janë, si me thonë, pas kohës që punojnë në kuptimin formal, po që ende kanë energji. Pra, ti jep që si lloj infrastrukture, e pastron, mos harroj, pastrimi, trafiku, parkingjet, qendra ndacak, gjelbrimi, kur fasadimi, ndriçimi, mos harroj, trotuaret, largu kjerët i trotuaret. Kur fillon ti nisër aktivitetesh, qerdhet, infrastruktura sportive, infrastruktura komunitare,
Ja ne do të kuptojmë na, kupton. Unë është tash ti me orë me na kriju një varë situate të re sa herë ki qef. Pra, edhe unë menoj që unë kum nejt në nivel të çka ka nevojë Prishtinë, çka ka nevojë mallat tona, çka ka nevojë qyteti Prishtinës, çka ka nevojë që na më kon qytet funksional. Mos me prit në trafik ka 2 orë, me pas transport publik modern, me pas qendër menaxhimit trafikut digital s'kem një komunu në qëtë peshore që muj me bo, kështu që gazeta ka pas një shpërthim ta quj, ma lypi njerë gjitha nej kur më shkrujmë, pëse s'po vjen të unë e gazeta, o pjë thonë, na nuk jem të shpërdoshë me kius, ka vëtin, nuk jem, falas, mos blejme, sa apurët. Edhe, po ka pas një shpërthim, se e lypi njerës gazetën, kanë qef me ledzu, ju do këtë, a vëtin, atë në ndjeni mirë me pas gazet, edhe ku do që shkoj me tregu drejten, edhe kur shpëndoj se shkoj në përdo ma olla, atë në pina espresso, e shpëndoj njerëzve, thëmë kafe me gazet, shkën, presin njerëz zakonisht mirë, edhe mu, po edhe, si me thonë, edhe produktin si produkte presin shumë mirë, kështu që, po mëj me thonë që kena me vazhdu. E di që najna ke digital tash, po kem nevoj ka njerë pak me shlodh, ati me shlodh pak me... Le pa telefonin... Po dhe ki nevoj edhe ti ka njerë me qelë vara vete, ati në tak, mu të dogë vetja si me New York Times. Ama vre një gazet që aty, anaj ti kush me një gazet, anaj me ka një gazet që aty se... Që e gazetën kë e kena, sa që se kena pas gazetën të në kohën këto, po që e kë e kena, nderi e në Prishtina ime. Që kryeshteti plët me shpres. Që, do të me pas shpres, veç mos u shgënjeni shumë, ju kom thonë njerëzve i di që një shgënju, po mos u shgënjeni shumë, muj me këthy që shdo të Prishtinën, energji kem, vullnet kem, 12 tetor, let's do it, të ndryshojnë. Gazetën për marë, faleminderit. Ti marë gazetën, shihemi, veç ti bi kejt numrat që si ki krejt, ma ne vazhdojmë as 12 tetore ti bi numrat tjerë. U kry, po shpresaj. Hajde.